Fruti ndihmon ndërtimin e muskujve pas moshës 60 vjeç, sekreti shumë e nënvlerësojnë. Pas moshës 60 vjeç, trupi i njeriut fillon të ndryshojë në mënyra që shumë njerëz nuk i kuptojnë plotësisht. Një nga ndryshimet më të mëdha dhe më të rrezikshme është humbja graduale e masës muskulore, e njohur si sarkopeni. Kjo nuk ndodh brenda natës, por vit pas viti në heshtje. Shumë të moshuar e kuptojnë vetëm kur fillojnë të ndihen më të dobët, më të lodhur, me ekuilibër të paqëndrueshëm dhe me vështirësi në lëvizje. Por ajo që shumica nuk e dinë është se ushqimi i duhur mund të ngadalsojë, ndalojë dhe madje të përmbysë këtë proces. Dhe me shumë ushqimeve të përfolura, ekziston një fryt i veçantë, i thjeshtë, natyral, i përballueshëm, që ka një ndikim të jashtëzakonshëm në ndërtimin dhe ruajtjen e muskujve pas moshës 60 vjeç. Fryti për të cilin po flasim është banania. Po, banania, një fryt që shumica e njerëzve e konsumojnë pa menduar shumë, por që fsheh brenda saj një kombinim perfekt ushqyes për trupin e moshuar. Pse muskujt dobësohen pas moshës 60 vjeç? Para se të kuptojmë pse banania është kaq e rëndësishme, duhet të kuptojmë çfarë ndodh me muskujt pas të 60-ave. 1. Rënja e proteinave në trup. Me kalimin e viteve, trupi bëhet më pak efikas në përdorimin e proteinave për ndërtimin e muskujve. Edhe nëse një i moshuar ha mjaftueshëm, trupi nuk i përthith dhe nuk i përdor njësoj si në moshë të re. 2. Ulje e hormoneve anabolike. Hormone si testosteroni dhe hormoni i rritjes bien ndjeshëm pas moshës 60 vjeç. Këto hormone janë thelbësore për ruajtjen e masës muskulore. 3. Mungesa e energjisë. Pa energji të mjaftueshme, muskujt nuk rriten. Shumë të moshuar ndihen të lodhur dhe han më pak, duke futur trupin në një gjendje mbijetese. 4. Mungesa e kaliumit dhe magnezit. Këto minerale janë jetike për kontraktimin dhe forcën muskulore. Mungesa e tyre çon në dobësi, ngërçe dhe humbje të tonusit. Dhe këtu hyn në lojë banania. Çfarë bie bananen këtë veçantë për muskujt? Banania nuk është thjesht një fryt i ëmbël. Ajo është një paketë natyrale ndërtimi për muskujt, sidomos për trupin e moshuar. 1. E pasur me kalium, minerali i muskujve. Një banane mesatare përmban rreth 400-450 ag kalium. Ky mineral përmirëson kontraktimin muskulor, parandalon ngërçet, rrit forcën fizike, ndihmon muskujt të rikuperohen më shpejt. Pa kalium të mjaftueshëm, muskujt dobësohen, lodhen shpejt dhe humbin elasticitetin. 2. Burim energjie i shpejt dhe i pastër. Banania përmban karbohidrate natyrale, të cilat janë burimi kryesor i energjisë për muskujt. Për të moshuarit, kjo është jetike sepse energjia ulet me moshën. Muskujt nuk rriten pa karburant. Trupi fillon të djeg muskuj në mungesë energjie. Banania furnizon energji pa e lodhur tretjen, diçka shumë e rëndësishme pas moshës 60 vjeç. 3. Përmban magnez për forcë dhe stabilitet. Magnezi ndihmon relaksimin dhe tkurrjen e muskujve, përmirëson cilësinë e gjumit, ndikon drejt për drejt në forcën fizike. Mungesa e magnezit është shumë e zakonshme tek të moshuarit dhe shpesh shoqërohet me dobësi muskulore. 4. Ndihmon përthithjen e proteinave. Edhe pse banania nuk është e pasur me proteina, ajo ndihmon trupin t'i përdor më mirë ato. Si, përmirëson funksionin e tretjes, stabilizon sheqerin në gjak, mbështet metabolizmin muskulor. Kjo e bën bananen shoqëruesen perfekte të ushqimeve proteinike si vezët, kosi, qumshti apo arrat. Pse banania është ideale pas moshës 60 vjeç. Shumë ushqime proteinike janë të vështira për t'u tretur nga të moshuarit. Banania, në anën tjetër, është e butë për stomakun. Nuk shkakton inflamacion. Nuk rrit presionin e gjakut. Është e lehtë për t'u përtypur. Kjo e bën atë perfekte për konsum të përditshëm. Shenja ajo tregon se trupi juaj ka nevojë për këtë fryt. Nëse jeni mbi 60 vjeç dhe përjetoni këto simptoma, trupi juaj mund të ketë mungesë mineralesh dhe energjie muskulore. Lodheni shpejt, ndiheni të dobët në këmbë, keni ngërçe natën, humbni ekuilibrin, ju dhembin muskujt pa arsye. Banania mund të jetë një nga zgjidhjet më të thjeshta. Një vërtet shumë e ke thonë. Shumë njerëz mendojnë se pas moshës 60 vjeç është normale të humbasësh muskuj. Kjo nuk është e vërtetë. Humbja e muskujve ndodh kryesisht për shkak të ushqimit të gabuar, jo moshës. Dhe ndonjëherë ndryshimi fillon me një frut të vetëm në ditë.
Së duhet konsumuar këfrut të ndërtoj muskuj pas moshës 60 vjeç. Shumë njerëz mbi moshën 60 vjeç bëjnë një gabim të madh. Han ushqime të shëndetshme, por në mënyrën e gabuar. Dhe kur kjo ndodh, trupi nuk merr përfitimet e plota. Banania është shembulli më i qartë i kësaj. Ajo mund të jetë një aleat i fuqishëm për muskujt, por vetëm nëse konsumohet sakt. Në këtë pjesë do të zbulojmë kur është koha ideale për ta ngrënë, me çfarë duhet kombinuar, sa banane janë të mjaftueshme, dhe cilat gabime po ju pengojnë të forconi muskujt. Koha e mirë për të konsumuar bananen pas moshës 60 vjeç. 1. Në mëngjes për aktivizim muskulor. Konsumimi i bananes në mëngjes i jep trupit energji të menjëhershme, stabilitet të sheqerit në gjak, nxitje të metabolizmit muskulor. Për të moshuarit që ndihen të lodhur sapo zgjohen, një banane është si qelsi që ndez motorin e trupit. Si ta konsumoni? Një banane e pjekur mesatare, e shoqëruar me një gotë kos ose qumësht. Ky kombinim ndihmon në aktivizimin e muskujve që në orët e para të ditës. 2. Para lëvizjes ose ecjes. Nëse bëni ecje, ushtrime të lehta apo punë fizike, banania 30-45 minuta më parë. Përmirëson forcën. Zvoglon lodhin. Parandalon ngërqet. Pas moshës 60 vjeç, muskujt kanë nevojë për karburant para lëvizjes, jo vetëm pas saj. 3. Pas aktivitetit fizik për rikuperim. Pas ecjes ose ushtrimeve, muskujt janë më të hapur ndaj ushqimit. Banania rimbush rezervat e energjisë, ndihmon rikuperimin, përgatit muskujt për ndërtim. Këshill e artë. Banania pas aktivitetit është edhe më efektive nëse shoqërohet me proteina. E çfarë duhet kombinuar banania për ndërtim muskujsh? Banania e vetme është e mirë, por kombinimi i duhur e bën shumë herë më të fuqishme. 1. Banankos. Një nga kombinimet më të mira për të moshuarit. Përfitimet. Kalcium për kockat, proteina për muskujt. Tretje e lehtë. Ky kombinim ndihmon në forcimin e këmbëve, stabilitetin, uljen e rrezikut të rrëzimit. 2. Banane vezë. Ideale për ndërtim muskujsh. Vezët ofrojnë proteina të plota. Banania jep energjinë e nevojshme, e përshtatshme sidomos për mëngjes. 3. Banane ara ose bajame. Yndyrnat e shëndetshme. Përmirësojnë përthithjen e mineraleve, rrisin forcën muskulore, mbajnë energjinë stabile për orë të tëra. Së banane duhet të konsumohen në ditë. Një nga pyetjet më të shpeshta është: sa banane janë të mjaftueshme? Sasia ideale. Një banane në ditë për shumicën e të moshuarve. 2 banane vetëm nëse ka aktivitet fizik të rregullt. Më shumë se kaq, nuk rrit përfitimin, mund të rrisë sheqerin në gjak, mund të shkaktoj rëndesë. Gabimet e pengojnë të forconi muskujt. 1. Ta hani bananen vetëm si ëmbëlsirë. Shumë e han pas buke, pa protein shoqëruese. Kjo ul efektin e saj në muskuj. 2. Ta konsumoni bananen shumë të gjelbër. Banania e papjekur është më e vështirë për tretje. Nuk jep energji të shpejt. Shkakton fryrje. Zgjidhni banane të pjekura mirë. 3. Ta shmangni nga frika e sheqerit. Shumë të moshuar e shmangin banane nga frika e diabetit, por një banane në ditë është e sigurt për shumicën, sidomos kur shoqërohet me proteina. A është banania e sigurt për të gjithë? Në përgjithësi, po. Por personat me diabet duhet ta konsumojnë me ushqim tjetër, jo vetëm. Personat me probleme të rënda të veshkave duhet të konsultohen për shkak të kaliumit. Një HP i thjesht, një ndryshim i madh. Ndërtimi i muskujve pas moshës 60 vjeç nuk kërkon palestra të rënda apo suplemente të shtrenjta. Shpesh fillon me ushqim të zgjedhur mirë, kohë të saktë, kombinime të mençura. Banania është një nga këto zgjedhje. Çfarë ndodhe e trupës së 7-14 ditësh kërë konsumon rregullisht këtë fryt pas moshës 60 vjeç. Shumë njerëz mbi moshën 60 vjeç pyesin: po nëse filloj ta konsumoj çdo ditë, çfarë ndryshimi do të ndjej realisht? Kjo është një pyetje shumë e drejtë. Trupi i moshuar nuk reagon menjëherë si ai i të rinjve, por reagon në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurt. Ndryshimet vijnë gradualisht dhe nëse jeni të vëmendshëm do t'i vini reqartë. Në këtë pjesë do të shohim
ndryshimet pas 7 ditësh, përmirësimet pas 14 ditësh, transformimin pas 30 ditësh, dhe shenja që tregojnë se muskujt po forcohen realisht. Pas 7 ditësh, trupi fillon të zgjohet. Në javën e parë, ndryshimet janë të buta, por të dukshme për shumë njerëz. 1. Energji më e qëndrueshme gjatë ditës. Shumë të moshuar ndihen të lodhur pas mëngjesit ose pas diteve. Pas 7 ditësh, energjia nuk bie papritur. Ecja bëhet më e lehtë. Lodhja nuk vjen aq shpejt. Kjo ndodh sepse banania ndihmon në balancimin e sheqerit në gjak dhe furnizon muskujt me karburant të qëndrueshëm. 2. Më pak ngërçe muskulore. Ngërçet, sidomos natën, janë një ankesë shumë e zakonshme pas moshës 60 vjeç. Pas një jave, frekuenca e ngërçeve bie. Muskujt relaksohen më mirë. Gjumi përmirësohet. Kjo lidhet drejt për drejt me kaliumin dhe magnezin që furnizojnë muskujt. 3. Tretje më e qetë. Banania ndihmon edhe sistemin tretës. Më pak fryrje, më pak rëndes, përthithje më e mirë e ushqimeve të tjera. Dhe kur tretja funksionon më mirë, edhe muskujt ushqehen më mirë. Pas 14 ditësh, forca fillon të rikthehet. Në javën e dytë, shumë njerëz raportojnë ndryshime më të qarta. 1. Ndjesi më e fortë në këmbë dhe duar. Ngjitja e shkallëve bëhet më e lehtë. Qëndrimi në këmbë më i qëndrueshëm. Më pak dridhje muskulore. Muskujt nuk janë ende të mëdhenj, por janë më funksional dhe më të fortë. 2. Rikuperim më i shpejt pas lëvizjes. Pas ecjes ose punëve të shtëpisë, lodhja kalon më shpejt. Dhimbjet janë më të lehta. Muskujt nuk ngrihen si më parë. Kjo tregon se trupi po përdor më mirë energjinë dhe proteinat. 3. Më shumë dëshirë për lëvizje. Një ndryshim shumë i rëndësishëm psikologjik. Rritet motivimi për ecje. Zvogëlohet frika nga lodhja. Trupi fillon të kërkojë aktivitet. Kjo është shenjë e qartë se muskujt po reagojnë pozitivisht. Pas 30 ditësh, transformimi bëhet i dukshëm. Pas një muaji konsum të rregullt, ndryshimet nuk janë më vetëm ndjesi, ato bëhen të dukshme. 1. Muskuj më të fortë dhe më të plot. Këmbët duken më të qëndrueshme. Duart më të forta. Trupi më i drejtë. Edhe pa ushtrime të rënda, tonusi muskulor përmirësohet. 2. Ekuilibër më i mirë. Rënjet janë një nga rreziqet më të mëdha pas moshës 60 vjeç. Pas 30 ditësh, më pak lëkundje gjatë ecjes, më shumë siguri në hapa, reagim më i shpejt i muskujve. 3. Gjendje më e mirë e përgjithshme. Shumë njerëz raportojnë humor më të mirë, më pak ankth, ndjesi trupi po më dëgjon përsëri. Kjo ndodh sepse muskujt dhe truri janë të lidhur ngushtë përmes sistemit nervor. Shenja e tregon se muskujt po ndërtohen. Nëse vëreni këto shenja, jeni në rrugën e duhur. Lodheni më pak gjatë ecjes. Keni më pak dhimbje pas lëvizjes. Qëndroni më drejt. Flini më mirë. Keni më shumë besim në trupin tuaj. Një e vërtet e thjesht për e fuqishme. Ndërtimi i muskujve pas moshës 60 vjeç nuk vjen nga një ushqim i vetëm, por nga vazhdimësia. Banania funksionon sepse ushqen muskujt çdo ditë, nuk e lodh trupin, krijon bazën për forcë afatgjatë. Ushqimet e rreshëm fishojnë efektin e këtij fryti dëher çfarë duhet shmangur pas moshës 60 vjeç. Nëse banania është baza për energji dhe funksioni muskulor, ushqimet e tjera janë mure dhe shtylla që e bëjnë trupin të fortë. Shumë të moshuar konsumojnë banane, por nuk shohin rezultatet maksimale sepse pjesa tjetër e dietës punon kundër tyre. Në këtë pjesë do të mësoni cilat ushqime e shumëfishojnë efektin e bananes, si të ndërtoni muskuj pa ushqime të rënda, çfarë po i dobëson muskujt pa e kuptuar. Ushqimet e duhet të keni patjetër tavolinën tuaj. 1. Vezët, themeli i muskujve pas moshës 60. Vezët janë një nga ushqimet më të mira për muskuj, sidomos për të moshuarit. Pse janë kaq të rëndësishme? Proteina e vezës është e plotë dhe e lehtë për të përthithur. Përmban leucin, aminoacid kyç për ndërtim muskujsh. Ndihmon rikuperimin pas lëvizjes. Si ti kombinoni me bananen? Një banane, 1-2 vezë në mëngjes. Ose banane në mesditë, vezë në drekë. 2. Kosi dëherqumshti, forcë për muskujt të hër kockat. Pas moshës 60 vjeç, muskujt dhe kockat duhet të punojnë së bashku. Kosi
përmban proteina dhe kalcium, përmirëson tretjen, ndihmon përthithjen e mineraleve. Banania, kos kombinimi i artë për këmbë të forta. 3. Peshku, ushqimi e rinon muskujt. Peshku, sidomos sardelet, salmoni, skumbria, përmban proteina të lehta, omega-3 që reduktojnë inflamacionin, ndihmon ruajtjen e masës muskulore. 2-3 herë në javë është ideale. 4. Arrat dhe bajamet, fuqia e brenda. Edhe pse konsumohen pak, arrat përmirësojnë funksionin nervor, rrisin forcën, mbajnë energjinë stabile. Një grusht i vogël në ditë mjafton. 5. Perimet jeshile, oksigjen për muskujt. Spinaçi, brokoli, majdanozi ndihmojnë qarkullimin e gjakut. Ushqejnë muskujt me minerale. Reduktojnë lodhjen. Pa perime, muskujt nuk marrin oksigjen të mjaftueshëm. Plani thjesht javor për muskujt të fort, shembull dite ideale. Mëngjes, 1 banane, 1-2 vezë, 1 gotë kos, drek, peshk ose mish i bardh, perime jeshile, bukë integrale, mesditë, fruta ose arra, dark, supë e lehtë, kos ose vezë. Ky plan nuk lodh stomakun, ushqen muskujt, ruan energjinë. Çfarë duhet shmangur se e shkatëron muskujt? 1. Sheqernat e rafinuara, ëmbëlsirat, pijet e gazuara, rrisin inflamacionin, dobësojnë muskujt, prishin përthithjen e mineraleve. 2. Ushqimet shumë të përpunuara, sallamet, sugjukët, përmbajnë krip të tepërt, shkaktojnë mbajtje uji, lodhin muskujt. 3. Mungesa e ujit, pa hidratim, muskujt ngurtësohen, shfaqen ngërqe, forca bie ndjeshëm. Pini ujë gjatë gjithë ditës, jo vetëm kur ndjeni etje. Gabimi i madh bëjnë të moshuarit. Shumë mendojnë se duhet të hanë shumë pak për të mos u rënduar. Në fakt, trupi pa ushqim humb muskuj, dobësia rritet, rreziku i rrëzimit shtohet. Ushqimi i duhur në sasinë e duhur është ilaçi më i mirë natyral. Së të ruajteni muskuj të fortë të hëtë pavarur pes moshës 60 vjeç. Pas moshës 60 vjeç, qëllimi nuk është të dukeni si bodybuilder, por të keni forcë, stabilitet, pavarësi dhe cilësi jete. Muskujt janë çelësi i këtyre 4 elementeve. Pa muskuj të fortë, çdo aspekt i jetës së përditshme bëhet më i vështirë. Ecja, ngjitja e shkallëve, mbajtja e ekuilibrit, madje edhe frymëmarrja e qëndrueshme. Në këtë pjesë finale do të përmbledhim gjithçka dhe do të japim këshilla praktike, të thjeshta dhe reale, që mund t'i zbatoni menjëherë. E vërteta e duhet të dini pes moshës 60. Shumë njerëz besojnë se dobësia është pjesë normale e plakjes. Kjo nuk është e vërtetë. E vërteta është, muskujt dobësohen kur nuk ushqehen dhe nuk përdoren. Banania dhe ushqime që përmendëm nuk janë mrekulli, por janë mjete reale biologjike që trupi i moshuar i përdor për të ruajtur forcën. 3 shtyllat e muskujve të fortë pes moshës 60. 1. Ushqimi i qëndrueshëm. Jo dieta ekstreme, jo uri. 1 banane në ditë. Proteina çdo ditë, vezë, kos, peshk, perime dhe ujë. Trupi ka nevojë për rregullsi, jo për sasi të mëdha. 2. Lëvizje lehtë, për rregull. Pa lëvizje, edhe ushqimi më i mirë nuk mjafton. Ecje 20-30 minuta në ditë. Ushtrime të thjeshta në shtëpi. Ngjitje shkallësh kur është e mundur. Muskujt reagojnë edhe ndaj stimujve të vegjël, nëse janë të përditshëm. 3. Durim DH vazhdimsi. Muskujt pas moshës 60 vjeç ndërtohen më ngadalë, por humbasin shumë shpejt nëse ndaloni. 1 javë pushim është në rregull, 1 muaj jo. Gabimet finale duhet i shmangni. 1. Të prisni rezultate të menjëhershme. Trupi i moshuar ka nevojë për kohë. Ndryshimi i vërtet vjen pas javësh, jo ditësh. 2. Të konsumoni shumë pak ushqim. Uria shkatëron muskujt, dobëson imunitetin, rrit rrezikun e rrëzimeve. 3. Të hiqni dorë pas 2-3 javësh. Shumë ndalojnë pikërisht kur trupi po fillon të përmirësohet. Një rutinë thjesht ditore, model ideal. Mëngjes, 1 banane, 1-2 vezë, 1 gotë kos, paradite, ecje lehtë, drek, peshk ose mish i bardh, perime jeshile, pas dite, arr ose bajame, dark, supë e lehtë, kos ose vezë.
Çfarë fiton realisht nëse e ndiqni këtë rrugë? Pas disa muajsh, ecni më lirshëm. Keni më pak frikë nga rrëzimet. Ndiheni më të pavarur. Trupi ju bindet përsëri. Kjo është pasuria më e madhe në pleqëri. Mesazhi final. Nuk është kur vonë për të forcuar trupin. Edhe pas moshës 60, 70 apo 80 vjeç, muskujt përgjigjen ndaj kujdesit. Dhe ndonjëherë ndryshimi fillon me diçka shumë të thjeshtë. Një banane në ditë e konsumuar me mendje dhe vazhdimsi.